Abdullah, ne folëm për të gjitha këto, pra ka kaq shumë sipërfaqe pyjore të djegura, ka kaq shumë sipërfaqe pyjore të prera, por nga ana tjetër janë shumë të pakta rastet kur vinë për shkaqe natyrore, ndoshta për shkak të nxehtësisë shumë të madhe, por kemi parë shumë pak persona të arrestuar. Ne bashkë pam raportet. Çfarë ndodh? Nuk kemi legjislacion të mirë në Shqipëri apo nuk ka burime njerëzore dhe aftësi le të themi institucionale për t'i evidentuar apo edhe për t'i parandaluar, sepse kjo do të ishte më e mira e mundshme. Shiko, pothuajse në çdo lloj burime apo raporti thuhet që mbi 95% e zjarreve në natyrë kanë shkaqe njerëzore mbrapa, pra nga pakujdesia ose me qëllim. Pra këto janë dy mundësit. Pra hedhja e një cigare, hedhja e materiali djegës, hedhja e shisheve në natyrë shkakton gjithashtu zjarr, sepse ato rrezet e diellit ndonjëherë, si të thuash, koncentrohen nga këto copaqelçi dhe pastaj kthehen në burim nxehtësie duke djegur në verë biomasën e thatë. Kemi edhe një përqindje të vogël e cila kryesisht është në jug-perëndim Shqipërisë, malet e vetëtimës, apo siç ka qenë quajtur në gjuhën e hershme akrokeraune, pra ka shekuj që njihen si male të vetëtimave, si të thuash, dhe ka plot raste kur zjarri atje ka ndodhur për shkaqe natyrore, por shqetësuese në Shqipëri është dhe mbetet dhe duhet të jetë prioritet në të ardhmen zjarrvënia e qëllimshme apo nga pakujdesia. Këtu duhet të fokusohemi kryesisht. Arsyeja pse kemi kaq shumë zjarre është fakti që ne nuk kemi njerëz në terren. Pra kemi skuadra zjarr fikse që janë të bazuar në qytete. Por ato janë kur ndodh diçka. Boshatisja e fshatrave nga banorët për shkaqe të ndryshme, emigrimi, migrimi, konflikte, pamundësie për të patur kushte optimale për të jetuar atje, marrja e ujit për hidrocentrale i ka bërë që ato të largohen, mosmbështetja e blegtorisë me grante, me mbështetje nga ana e Ministrisë së Bujqësisë apo AZBR-ja, ka bërë që banorët, si thua, të mos ndjehen më në një farë mënyrë pronar të territorëve që ato kishin trashëguar në breza në shekuj. Tashmë zhvilluesit në thonjza që bëjnë hidrocentrale, bëjnë rezorte, bëjnë panele fotovoltaike,